Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Vazhdojmë tutje me disa prej pikave tjera që kanë të bëjnë me ndikimin e emrit Allahut an-Nur në jetën tonë të përditshme. Përmendëm vëllezëruar se feja Allahu xhallahu ala është nur, dhe Kurani është nur, dhe Suneti është nur, gjitha këto janë drita dhe janë burimet e dritës dhe të gjallërisë dhe jetës. Prandaj Allahu xhallahu ala e ka quajtur Kur'anin jetë dhe e ka quajtur shpallën jetë. Prandaj edhe bardhësi i kësaj shpallë që është Gjibrili është quajtur ruh, shpirt, qase përmes tij vije jeta dhe e ka quajtur Allahu xhallahu ala gjithashtu shpallën dhe Kur'ani e ka quajtur ruh, shpirt, qase Allahu xhallahu ala ngjall me të njerëzit e vdekur. Të vdekur në mëkatet e tyre, të vdekur në mosbesimin e tyre, të cilët nuk ndin asnjë lloj përgjegjësie para Allahut azza xal, të zhytur në epshe, Allahu xhallahu ala i ngjall për të rikthyer në botën e përgjegjësisë dhe vetë llogarisë për ta përmirësuar gjendjen e tyre që të ecin më sigurt në temën e Allahu xhallahu ala. Dhe përmendëm se për aso depërtojnë rrezet e kësaj drite në zemrën tonë, për aq gjallërohet zemra jonë, dhe ndriçohet zemra jonë, dhe për aq e shohim të vërtetën si të vërtetë, dhe e shohim të kotën si të kotë, dhe i shohim gjërat tamam sikurse duhet. Andaj pengesa ose shkaku kryesor që dallon njerëzit në përfitimin e tyre nga ky ndriçim dhe në gjallërimin e zemrave të tyre është, do të thotë, ekzistimi i apo prezenca e perdeve dhe pengesave. Dikush i ka më të trasha perdet, andaj më vështirë depërton drita. Dikush i ka më të holla, e dikush nuk ka drita fare, i është ekspozuar dritës drejt për drejt. Andaj këta janë pejgamberët e Allahu xhallahu ala, të cilët janë ndriçuar me vahjen e Zotit xhallahu ala dhe pasues e drejtë të tyre. Gjithashtu, vëllezëruar, ajo që dua ta përmend lidhur me këtë pikë e që ka të bëjë me përfitimin nga kjo dritë, qase kjo është jeta jonë, dhe kjo është gjallëria jonë, dhe kjo është esenca e jetës. Prandaj jeta ka kuptim vetëm në hijen e të prekurit nga këto rreza. Përndryshe s'ka jetë. Jetë e lloji tjetër jashtë kësaj drite, Allahu xhallahu ala e ka krahasuar dhe e ka konsideruar si jetë kafshësh. Madje në shumë raste jeta e kafshëve është më e mirë. Nga sa ato bile spaku, apo mbrana kapacitetet të tyre që kanë të instinktit të vetë, e përmendin Allahu xhallahu ala. Nëse njeriu i cili është i fikur tërësisht nga këtë dritë, apo jeton jetë, paramendoj jetë të tërë, pa e përmend Allahun xhallahu ala, pa e kujtu frikën ndaj tij, përgjegjësinë para tij e kështu me radhë. Prandaj kjo është jeta jonë. Dhe nëse nuk interesohemi për këtë dritë, dhe nuk interesohemi për korridoret përmes të cilave depërton kjo dritë në zemrat tona, atëherë për çfarë do të interesohemi? Dhe nëse nuk punojmë në largimin e perdeve që pengojnë depërtimin e dritës në zemrat tona, atëherë çfarë pengese do të largojmë? Prandaj edhe këtu ne vrejmë se shpesh njerëzit punojnë në largimin e pengesave të tjerëve. Nëse vetë kanë shumë pengese dhe kanë shumë perde për ta kuptuar të vërtetën dhe për të depërtuar drita deri në zemrat e tyre. Mos punon largimin e perdeve të tjerëve një herë, përderisa perdet e tua kanë krijuar një ambient të errët brenda zemrës, Allahu na ruaj. Dhe gjithashtu ajo që duhet ta kuptojmë është se drita hyn sikur se ka përmes korridorëve të caktuara. Nuk mundesh kudo që të qëndrosh ti me rrogë drita, apo sikur se në këtë dom janë vendosur dritarë të caktuara dhe nëse dëshiron të shohësh më mirë, duhet t'i afrohesh korridorit përmes të cilit futet drita. Dhe jo në çdo pozicion futet drita. Nganjëherë njeriu vëllëruar ka mundësi që të jetë i pozicionuar gabimisht. Dhe përderisa është në atë vend, nuk e prek drita kurrë. Do të përderisa në çat pozicion kur drita nuk e prek, nga se korridori i depërtimit të dritës nuk i bie ka ai ku është. E Allahu nga mirësia e tij don që nganjëherë me lëviz nga ky pozicion. Apo mi ndru pozitën për me rrog drita. Nga se në atë pozit nuk do të udhëzohej, nuk do të prekej me udhëzim. Andaj për këtë arsye vinë sprovat. Apo sprova e lëviz njërin apo sa ai këtu më nejë se rrog drita apo.
po e lëviz pak, e provokon, ose e nguz pak sprova dhe e ec, apo lëviz në tim caktuar, e atje e rrug dita dhe udhëzohet apo. Prandaj Allahu xhallahu ala kur don me udhëzu robën e tij, nganjëherë e lëviz nga pozicioni, ose me shok caktuar, i cili e bardh në vend caktuar, ose me kuptim caktuar, se ka ditë ai kuptim e bardh dhe kur të bardhet në korridorin e dritës e godet drita edhe udhëzohet apo. Ose me sprov. Do të thotë, në qoftë se do të mbetej në fushën e begatimit të vazhdueshëm, nuk do të prekë kurrë nga drita. Ose nga drita e tërësishme që e nxjerr nga kufri në Islam, ose nga dritat e tjera të Islamit që i mundsojnë kuptim më të mirë të Islamit. Qase nganjëherë mund të qenë ti musliman i udhëzuar mund të jesh, por nuk je komplet i prezantuar rrezeve të dritës. Dhe për atë sa nuk të prekin këto rrezet të kësaj drite, mbetesh në një lloj errësire të pa kuptim, mjegulli, që nuk i ke qarta gjërat. Dhe Allahu don me ta mësu, don me të ndriçu, don me të largu nga kjo errësirë, të lëviz. E çfarë të lëvizi nga ai pozicion? Sprova. Sprovon Allahu xhallahu ala me diç, dhe kjo sprovë të bardh me një fushë tjetër, të bardh me një shteg tjetër, i cili pastaj mundësëm i bëjë do gjëra që si kështë pa kur nga i pozicion ku ti ke qenë pëtën. Andaj qoftë prekja nga drita, apo qoftë edhe qëfar, ndryshimi i pozicion për të parë më mirë si kur se kemi përmen. Nga njerë ti duke në këtë pozicion, dhe duke të vete që i rahat dhe i mirë, dhe duke të vete jote se në regull është, por ti nuk e din që ka për te kësa kështylle. Dhe këtë pengon për me i kuptu shumë të sa gjëra. Atër Allahu xhallahu ala të lëviz nga ky pozicion. Për i këtuit, bartësh në karrik tjetër. Edhe pse ndoshta për momentin për ty është e papërshtatshme se këtu je pak më lart, je pak më komod, je më mirë, atje duhet me koni karrik pak më e papërshtatshme, është pak më olt, një pozicion tjetër, por kur fillosh me i pa do gjëra për aty pozicioni e shese, elhamdulillah që Allahu më lëvizi për këtij veni, e filloj me i pa do puna atë. Pse njerëzit nuk shohin gjithmonë nga pozicioni i udhëheqjes, atë çka e shohin nga pozicioni i qenit i udhëhequr atë. Apo duhet me qitë kërën karikën e të udhëhequrit me kuptu të sanë atë. Prandaj edhe Omeri radhiyallahu ta'ala anhu shpesh herë ka ndodhur që gjatë udhëheqjes së tij kur ka udhëhequr me ummetin e ka vendosur veten e tij në pozicionin e të udhëhequrit. Apo për të kuptuar më drejt problemet e njerëzve se nga pozita e halifës s'ka pasur si ashtu më kuptuar atë. Andaj ka shkuar një natë me këshilltarin e tij, apo dhe është shëtit në rrugët e Medinës. Dhe e ka pa një qili të ndezur, një nën duke u munduar të qetëson fëmijët e saj nga uria. Dhe është bërë kënë se është kalimtar rasti. Nga se dikush mundon e qysh se kanë njoft halifën. Ka pas mundësi mos me e njoft, për shkak se Omeri nuk u dal në televizion natë për natë me njoftë tonë. E para, e dyta ka pas njerëz që kanë jetuar në pjesë periferike, në shkëtinë të Medinës, apo s'kan fut kurrë që fut në Medinë apo. Edhe kanë i për Omerin, po nuk e kanë njohur ndoshta me fytyrë. Dhe e dyta ka mundësi se, do thotë arabët natën e kanë mbështjellë fytyrën. Ose do thotë për shkak të rreziqeve të ndryshme, ose për shkak të frymëve të shumta që era do të shkakton ngritjen e pluhurit që ka mundësi me i shkaktu dëm fytyra. Si të qoftë, aja gru se ka njohë që është Omeri, radhiyallahu ta'ala anhu. Edhe ka thonë, çfarë problemi ke? Nga se jemi kalimtar e pam një zë dërshtë me të ndihmu. Është anku për urinë e fëmijët saj. Edhe ka provokuar Omeri, radhiyallahu ta'ala anhu, për sëndrimin e saj për halifën. Edhe ka thonë, ai halifja flana tjera hatë, na këtu me fëmijët tonë, njerëz kanë zëna që të pak si t'jekaj, i ka faj halifja, i ka faj me njëra, normal se njerëzit presin për ati që duhet a imi mbikëshyra. Edhe Omeri, radhiyallahu ta'ala anhu, shkon do të veni i dur, edhe zbashkë me këshilltarin e tij, ngarkohen me mill, edhe me gjëra tjera, edhe ja bin kësaj gruaja. E i thot ai gruaja, sikur të shkon ti Omeri, i shkon më mirë se ai që është. Apo ndoshta ky është Omeri, radhiyallahu ta'ala anhu. Po Omeri di ka pas, do thotë i ka bu përsypje me largu përësim për Allah xhallahu ala, e jo lavdata e kësaj gruaje.
Andaj shiko karam pozitën e të udhëhequrit për me kuptuar se si udhëheqet ato. Andaj nganjëre ndryshimi i pozicioneve i bën hajër dikujt. Si fillon me kuptu të sërë që si ka kuptu nga pozita që ka qenë. Ka si fillon të ndryquat me një dritë tjetër që në pozitën ka qenë se ka kuptu. Prandaj Allahu xhallahu ala ndryshon gjendë robëve. Nga një udhëheqës e bën të udhëhequr. Nga i udhëhequr e bën udhëheqës. Nga i pasur e bën të varfër. E nga i varfër e bën të pasur. E nga i shëndosh e bën smur. E nga i smur e bën shëndosh. E kështu me radhë për të ndryshuar robëve pozicionet për shkak të mundësisë që ta shohin dritën më mirë atë. Por ka njerëz që Allah u ndryshon pozicionet dhe kanë mundësi nga ajo pozitë me pa tash më mirë do gjëra se që kanë pa më herë dhe prap nuk shohin ka kështu atë. Ka se thash, depërtimi i dritës kurzohet me dy kushte: largimi i perdeve edhe ndryshimi i pozicionit. Apo por nëse ndryshohet pozicioni dhe perdja mbet të trash, prap ka mundësi me pengu depërtimin e dritës. Andaj për shembull, një nga pengesat e depërtimit të dritës është kush? Mendjemadhësia. Nëse njëri për shembull është mendjemadh me pozitë, dhe Allahu don me ia kallëzu dritën, apo e ul pi pozitës apo. Por ai prap bëhet mendjemadh. E ka rrezu Allahu pe pushteti, ja ka larguar ndikimin dhe autoritetin dhe prapë më ndjemadh, kjo është duke marrë me dhunë perdën që mos e përta ditë të ka japë. Por ka njerëz që ka kuptuar këtë. Andaj një nga dinastitë e udhëheqjes së Endelusit ka ra pas shumë dekadave të udhëheqjes dhe pas shumë kohëve të gjata të kaluara në pushtet, do të thotë me privilegje, me benefite, me kënaqësi, me pasuri të rrezikshme dhe kanë ra. Do normalisht kur ka dinastia e ardhshme, çka ka me këtë port? Po çka tjetër pas mi fut në burg? Opozit. Keni keq përdor, keni edhe në burg i ka fut. Kur e fut në burg, nga pallati dhe nga karrikat dhe koltuqet e arta e kështu me radhë, ushqimet e këndshme dhe liria e lëvizjes e gjithashtu, janë fut në burg baba dhe birë. I ka thonë djali i babës, shiko, është dashur me pa për para. Pse duhet me të fut në burg me pa këtë dritë? Po që, është dashur me pru në burg, se të s'ka marrë vesh ndryshe. I ka thonë djali i babës, o babë, pse jena këtu o lavë? Pse jena këtu? Çka ta mërmenja? Had një analizë politiko-ekonomike e bojmë na. Pse jena këtu? Ka thonë baba, njërës veç pse jena këtu. Ka thonë da'watu madhlumin lem na'bah biha. Ka thonë lutje e një të bëmi pa drejt që nuk ja kena kushtu vëmendin aftën. O ardhu anku ka pas nevoj, e kena nënqmu, e i ka që dur të Allah, ta i në ka rëzu aftën. Përshë ata i në qëtu aftën. E po, a shkon ma mirë me pa këtë dritë, kër e konë karrik atje, edhe i shemet atje, edhe e kështë kry punën, ma mirë u konë, po s'ke marrë verë, do të me të rëzu me si më bërg me kuptu të sene, anë në regull, pra. është hajrë për ta e kanë kuptu, se zullumin që e kanë bërë dikujt i ka pru qëtu aftën. Andaj nga Allah xhallahu ala i lëviz njerëzit për me rrugë drita. E atë që e rrugë drita, jeshe hajrin, edhe pse ka lëviz nga pozicioni më i lartë, më të poshtëm, s'ka gale, më rëndësirë se e ka prek drita. Tjetër çka dua të them është lëndruar lidhe me këtë emën të Allahut an-Nur, është një lutje që e ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e Ibn Abbas të transmetuar, dhe e kanë përcjell këtë hadith Buhariu dhe Muslimi në Sahihut e tyre. Kjo do është përcjell si lutje e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur ka dalë për namaz sabahut, apo para pse disa dietar kanë thënë se është e përgjithshme, nuk thuhet vetëm në këtë rast, po në çdo situatë. Nga se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bashiril masha'in fi dhulam bin nuri tam yawm al-qiyamah. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, përgëzoj ata që ecin në errësirët e natës me dritë të plot ditë në gjykimit, nurit tam. Jo ata që shëtitin natën, apo po çka ecin ata? Çka përzim nata? Sabahi dhe yatsia. Ata që dalin me fal namazin me xhamat sabah dhe yatsi, këta ecin tërë. Është tërë, njerëzit flajnë, është natë dhe dalin. E ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bashiril masha'in. Ata që ecin, ata që dalin me fal namazin e sabahut dhe të yatsis në xhami, përgëzoj me binurit tam, me dritë plot yawmul qiyamah.
E çka është kjo dritë e plot, do ta përmendim në fund të pikave këtu, mirë po me dritë të plot. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur ka dalë në errësira të namaz sabat, e ka kënduar një dua që ka kërkuar prej Allahu xhallahu ala me ndriçu të brendshme të jashtme ti. Dhe ka thënë Allahumma ij'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa fi yamini nura, wa an shimali nura, wa min fawqi nuran, wa min tahti nuran, Allahumma ij'alni nuran. Kjo është transmetimi i Buhariut dhe Muslimit. Ka transmetime ku ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sikur se tek Hakimi, ku ka thënë wa fi lisani nuran, edhe në gjuhën e tij më bë të kem dritë, wa a'dhim li nuran, edhe marrit sa më tepër dritën. Shikoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dua që pak mirë me këtë dua, qase ka bëjmë ndriçim dhe me nur. Ka Allahumma ij'al fi qalbi nuran. Ka fillu o Zot, zbrit të dritën në zemrën time. Nga se veç me këtë dritë njëri, apo i jap kuptim pse më uqun 4 sabajt me dalë natën. Apo kur far kuptimi tjerë s'kan. Kam kuptim ata tjerë varëse çështë shohin ato. Andaj njëri në esencë, apo duhet më ndryqu me diç, po tham kushtimisht më ndryqu me diç, për të orientuar në drejtim caktuar. Dikut i është ndez drita e interesit caktuar, për shembull të dunjallëkut, dhe qohet për shembull në 4 në sabah, tash, edhe e prish gjumin, edhe del, dhe ka jenis këtë tërë, ai po e shen i dritë dikun, në interes, dhe ai po e tërjek. Interesi dunjas. Dikut i është ndez interesi i epshit Allah në falt, apo? Dhe qohet natën del dikun, me bo një punë të pesë të thlisht. Apo? Edhe ati është ndez dikun një qiri dikun, që po e tërjek mi kalzan, në këtë ersir, që tu dëshmarë. Ndërsa dikut i është ndez një dritë tjetër, apo? Aja është drita i ibadetit në xhamia, edhe tërjek, hesën këtë drejtim. Andaj ka thonë pejgamberi s.a.s. O Zot, ma zbrit dritën në zemër, se drita e dunjas nuk zbret në zemër. Apo? Drita e epshit nuk zbret në zemër. Kur t'i zbret robit drita në zemër, apo? I fik dritat e tjera nuk i shaptën. Nga se kjo është drita ma fuqishme e mundshme. Kur kjo ndezët, fikën drita tjera, për kundër joshive tjera, dhe për kundër thirrjeve tjera, dhe për kundër interesave tjera, kjo dritë e zemrës i fik interesat e tjerë dhe niset për xhami i lën të gjitha interesat e tjera, çfarë do qofshin ato. Niset për ibadet, niset për adhurim të Allahut xhallahu ala, niset për nënshtrimin e Allahut, leximin e Kuranit, nga se drita e zemrës është ajo që ka ndëgjuar më tepër. Prandaj edhe normalisht ku ka dritë më shumë, aq më tepër njerëzit drejtohen në atë drejtim. Për shembull, paramendoje ku i ki 4 lokale para vete, 3 janë me qira, dush me shku me këqyr mirë ato mallën që ka, i tjetëri i ndriquar nga gjithanët, ku futesh ti? Haj që është i ndriquar nga gjithanët, nga saj, që tu po shë mirë. Prandaj ka thonë, Allah me gjallë fi kalbi nuran, o Zot, zbret në zemrën time nur, dritë, që me te shah, ka duhet shkoj, që me te shah, qëfar duhet bëj. Prandaj, drita e zemrës çka është? Dritës e syrit, arabisht i thojnë basar. Ka që syrit i thojnë ajn. Syri është ajn, apo? Po ajni nuk shë, nëse s'ka basar. Apo? Andaj i thojnë basar. Dritës që mundëson shikimin. Ndërsa dritës e zemrët që mundëson shikimin, gjithashtu i thojnë basira. I thojnë basira. Njëj si kurse basar. Më që ka shtu një i, basi, se kjo është e magat, se kjo basar. Apo kjo është e magat. Andaj, Allahu xhallahu ala i ka thonë pejgamberi sasën kul, apo, i ka thuaj këtë njerëz, apo, se në qëfar thret ti, se është rruga jote, apo i ka thonë ed'u ila Allahi ala basira. Thras tek Allahu ala basira, s'ka thonë ala basar. Thras tek Allahu, jo më ato që kam shojnë sytë, realiteti, jo, ala basire, më ato që ka thëtë zemra, së është mirë dhe keq, jo basar. Apo,
Nuk thraste Allahu me sytë e ballit. Plot njerëz thirrin te Allahu me sytë e ballit ato. Çështu është shaq çështu të mia bopën. Po ti msheli këta sy ato. Apo nga se këta besar vijnë për diçka tjetër, ama jo me përcaktu davetin, edhe agjendën e davetit. Ajo bëhet me besira. E besira si ka thënë Allahu xhallahu ala. Po kur kjo të fikët, diçka duhet me kon qelet herë. E bëhet besar i qela ato. Andaj gjallëria e zemrës, si ka thënë Allahu më jall fi qalbi nuran, zbrit në zemrën time nur, ose kjo besira ja e thla e mon aktive agjendën hynore gjithmonë çdo situatë atë. Edhe me çka dush më marr ti, edhe me çka dush më prekupu ti, edhe me çka duhet më thirr dikon tjetër, edhe me çka duhet më marr situata të caktuara, edhe çka do më bën këtë rast, kjo ka zën. Basira, sikur se sy të kallzojnë. Njëjtë. Apo ti nëse jenë situata të caktuara këtu është një vrim, këtu është një punishte punojnë, e këtu një lulishte, e këtu një shtag, ka jam synë. Po ka të kalëzën synë, Allah, besar tëtë, që sa du të mira. Se ti e tu pa, ka mira. Apo? E po dhe zemra do të me i pa, ku ka punishte, më shka, se aty bjenë, aty apre që ka, aty jënë qelë gropa, të më dha që mund të bishë në to. Po mungesa e besirës nuk alarman. Nuk alarman zemra për rëzishet në rrugë që janë apëtën. Pra e ka thonë, Allah me gjallë fi, kalbinuran. O Zot, më zbrit në zemrën ti me dritë, që me te i shëgjërat, i një njerëzit, e di kush e ka për një me, kush e ka për një me. Apo, kjo është e që i thëtë Ibn Qayyim rahimullah, firase të mu'min. Apo, si kurse ka në hadith në pejgamber sëmë, pëse ka më spajtim rrëth saksisë e ti, hadithi Tirmidhiut, u ka thonë pejgamberi s.a.s. Ittaqu firase të mu'min, fa innehu jara binurillah. Ka thonë ruaj joni firase në gjurë shqipe i thonë pikasje. Pikat diçka që nuk e shohin sytë, po e pikat zemra. Për te asaj që shohin sytë është diçka pëtën. Është një pamje, një shfaqje për te synit, apo. Është një gjendje tjetër që shë. Ka thonë pejgamberi s.a.s. Ittaqu firase të mu'min. Ruajni nga ky lloj i shikimit besimtarit, nga sa i shen këtë rast me binurillah, me këtë nur. E kjo është shikimi i zemrës, apo. Ai nuk gjykon se kjo është i keq ose të publikisht. S'po them për gjykime, se nuk guzem me gjyku me firase, apo, por e ndin se a me bo shak, a mos me bo shak. E ndin a me i besu, a mos me i besu. E ndin a e ka sinqerisht, a ka sinqerisht. Jo për me gjyku, kjo është i sinqert e kjo është sinqert. Gjykimet bën baza tjera, por për vlerësim personal, kush më pëlqen mu, kush më flen mu, kanë dhëtë me... Kjo është diçka e brendshme, kjo është e dukshme. Kjo me besar nuk bëhet, kjo bëhet me besirat të brendshme të zemrës, apo... Pra e sa janë mundu, për shembull, me imponu në të kaluarën njerëz që dikush me i dasht. E kur kush i ka dasht. Edhe sa janë mundu tjerë me i pengu që dikush me i dasht, e këtë i ka dasht. Apo, se dashnia dhe respekti dhe pranimi i diçkavit nuk bëhet bil besar. Se besar çka është? Është njërin për shembull në karrik, i fort, ka ndikim, apo, këta është syni. Ama zemrat nuk i bëjnë përshtypje këto pamje aftën. Zemra do të pa diçka tjetër për me dashur atë. Jo ato çka e ka për jashtë atë. Prandaj sa kanë bë që mos më dashur Ibn Taymi rahimullah. Sa kanë bë. Po para mëna kur të mobilizohet pushteti ekzekutiv dhe pushteti shpirtëror dhe moral bashk dy të bëhen për mërzuri njëri atë. Ama bashk ju bëu atë. Edhe udhëheqës asaj kohe fatkeqësisht edhe hoxhallarët asaj kohe në shumicën e rasteve, edhe shumë janë bë bashk, edhe kanë nxjerr gjykime shumë ekstreme, qafir. Pa bes, si kanë thonë ka deviju, i shikja, kafir, fetva, kanë nxjerr muftia e asaj kohe. S'ban me nguse, ka dalë për feje. Shiko din këtë shkollë, apo? Edhe prap se prap, jo mas ti, në kohën e ti, prap se prap, mas shumë të e ka dashur Ibn Taymi rahimullah. Sa që në situata caktuara, për shembull, kur është dashur me luftu kundër tatarëve, halifja si ka thirr ata të tjerë mbledh me miletën atë. Apo? Po këtë ashtu e kanë shpall, këtë rrezikshmin e kanë thirr, hajde ti kallzoju që duhet me luftu atë. Se s'na besojnë ne atë. O pa të këti besojnë më shumë atë. Pse? Pse kjo është Allah më gjallë fi kalbi nurën atë. Apo kjo një shumë në nur tjetër. S'është kjo besar. Kjo është basira. Dhe Ibn Taymi rahimullah në kohën e mobilizimit për tatar, apo sikur është përmend, ai ka qenë që i ka udhëhequr ushtrit atë.
Ai ka mbledh, ai ka motivu, ai ka fol, ka flajt me ushtarën e përshtatora çdo natë, tu i mobilizu, tu i motivu, tu i dhoni fuqi i timanit për me luftu, duke i thonë se në tësir, kena me fitu, i ka mbledh, thuj inshallah, thuj, çaq me bini kanë se në tësir, kena me fitu, sa i ka pa diçka që halife s'ka pa, halife ka pa i ngratë me sytë me të ballit, që të këtë, se ne mujmë të këtë njeri, që po kena me fitu, ka thonë se në tësir, kena me fitu, i ka thonë thuj bële inshallah, ka thonë e kulu e tahqikan, wala e kulu e ta'likan, apo ka thonë se thonë, kacavjertë se juve, inshallah, po e kacavjertë është aja pëtën. Unë e thonë tahqikan, unë e thonë për një me që shtu ka me ndodhë. Me vërtetimin për zemërës, e thonë tahqikan, pëse unë më të po diqka, që ka shkinë të po jo pëtën. Pra ne ka thonë se në më të sërë. Edhe i ka bo veprimet sektuara. Pra ne një nga luftat më të fuqishme që është bo kundër të tërë ka qenë Ramazan, apo? Dhe usia ka qenë e ladhë se fuqimisht apo i bëntimi ka unë fërto prish në apëtën. Para mëna, kësa besim ka pas, qafiri kanë thonë, ta shky po thëtë prish në Ramazanin, ta man bibjen që është apëtën. I kanë besu apëtën. Se pushteti i zemrës, apo, nuk ndërtohet me pushtetin e tokës. Nuk bëhet ashtu apëtën. Nuk bëhet. Se njerë shuën diçka tjetër. Prandaj, Allah me gjarë fi kalbi nuren, ma jep dritën e zemrës që të shë ato që ka duhet një me po, jo ato që ka shuën kejtë tjerë sirë. E së është interesant, këtë që ka shuën tjetë, këtë që ka shuën tjetë, e aty me po, pëtën. Apo? Pra ki qef me konë, për shambull nëj, si kurse njerët këtë botë, kanë qef me po diqka, që jo këtë e shuën, për shambull, kur o ingjizu një emision. Aty ka pas shërime tjera, ka pas nështë edhe ka pak gabime, ka polësime, kanë qeme pa që ato të ingjizu, se ato që kur del në fund keq që e shuajnë, si do këtë interesant ato. Do pa me që si shetë gjithë kosh ato. Andaj këtë e ka kërku pejgamberi së thamë, Allah me gjarë fi kalbi nuran. Nëse derdhet nurin kalb, apo, ku fillon më ushri? Ka thonë, wa fi sam'i nuran, edhe në dëgjimin më bo me dritë. Apo, kur të ndëgjaj të di, apo, a ka tinglimin e hakut, ase ka tinglimin e hakut. A mund të din që s'ka marrë njëra, o Allah veç le të futët nuri. Me tinglim e njën, apëtën. Po edhe në këtë botë ata që në marrë muzikë, me tinglim e njën, apo është falca, është në unë se marrë vesh, unë se kam ata, po aj që marrë me tinglim e marrë vesh, apëtën. Aj që marrë një kod gatë me ari, artari, apo, e veç eshe, ose me argjent, apo, aj veç eshe të falca, ku përshe bre lope, po falca, Allah. Pse? Pse janë gjë, qeherën janë gjë apëtën. Apo, po pse janë gjë? Përdërimi i tepërt. Përdërimi i tepërt. E nëse njëri non-stop ngan batil, apo, e kur trejnohet me ngu hakun, a i shanin tinglimin më kur apëtën, po dikur që veç hak ka ngu apëtën. Nesër me apru dikon, me akazu batilin, dhe të saq, unë zdi që është e kundërta. As nuk di me reagu me thonë që i ke që ki, ama që është apëtën. Apo, ama kjo zdu me konë basar, mu quna, kjo, po them, a është e mundshme, lype pi Allah të zogje. A i ka, pi ulemave, e ka thonë një hadith, ka në daif, ka dalë, o ka në tinglimin daif e ka kjo. Sflet shtë pejgamberi sasërën. Për një me, i shetë hadithe, a i sa i është i mire, sa është kjo hadith i pejgamberi sasërën? Se ka në gjyrë në hadith, tinglimin hadith se ka vëtë. Pse? O fisem i nura, këtu ka nur, si të nin, edhe fisem i nura është, kur thot dikush filoni tha që shtot, ja, stot e kështot. Po, stot e kështot, unë e di që thot e jepët. Se ky nuri i zem, i veshit, apo, t'jep një farlej, ka dalë se që ky që pëtojmë për të që ka thonë kështot, t'i edhin që a i sflet kështot. Ama e që ka këtu nur, a që s'ka nur, rrinë 20 vjetë bashk, edhe mas 20 vjetë djenë dikush dhe qështu ka thonë, e dirën e ma t'i kom pri që e ta që shtot, subhanë Allah. Po t'i ku është nuri i veshit me thonë që ka dalë, bile pak ka dalë. Andaj u fisemi nuran, me pas nur këtu, me kuptu që ka dalë. Këtu është një dritë që ndryqan errësirët e paragjykimeve dhe shpive dhe takuzave. E ndryqan, kjo ka një dritë, s'len gjithë shka me i këtu. Por në qofë si e veshin gjithë kujtë, apo, qatë dënë me futë ta, kush dënë që ka thot, apo, ti fikin dritat. E kur fikin dritat pasaj, qka dherë dhe të, e mush e para, apëtan. Kush të vjen i pari me ta mush veshin, qaj është ma i sakti, ma i mirë, apëtan. Kjo së është kush vjen i pari, Allah. Kjo së është kush vjen i pari. Kjo është kush vjen me ma të vërtetën, e qëtër e mush. Andaj, o fi sem i nuran. Pas e ka në o fi basar i nuran,
edhe në sytë e mi o Zot më jep nur. Nur që njeri, subhanallah, me këtë nur i një njerëzit, apëton. Me këtë nur i një njerëzit. Ka herë, nur i njerit është në sytë e ti për të pa dikën. Po ka herë është në fytyrën e ti tjerë të shojnë të apëton. Për shembull, sa ka më propagandë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se është kedhab, ranca apëton, është të shpif. Kanë shku plot pe arabëve që janë njerëz, ata i njohin njerëz, kanë edhe me llojin e njëri. Apo kur e kanë pa kanë lejse hadha bëu kedhab. Fytyra ti s'është fytyrë rancë apëton. Rancë dyshe dukën apëton. Kompona ranca boll. Apo i ngjauna që shon apëton. Fytyra ti s'është fytyrë rancë apëton. Ose ka thonë fytyra ti s'është sirbazat s'kan kështu apëton. Ata ndryshe flasën. Ky fjalim s'është fjalë falltor apëton. Jusufi sa për çka u i burg apëton. U hi për akuzë të amoralitetit në udhë bilat. Njerë që ka dash me bua amoralitet me grune e princit, grune e ministrit madhë, kërë ministrit në shtetë atër. Mirë, ata dy që ju një bërë për një me për krima, ata i njojnë shok të vetë, ata e din që shdo këtë kriminelli, Allah. E din që shflet, që shflen, që shërrejnë, ata e din. Nuk është njëjtë gjumi kriminalit dhe njërit pafajshëm. Së është i njëjtë. A edhe kur flenë dhije që, kur të rinë, kur fletë, kur të lëvizë dhe din që kë, me cilën grupë ma ata. Kur i kam pa ondrat, para se mi a shfaq ondrën i sutës, që i kanë thonë? Inna në rake minel muhsinin. Nuk di me ata që ka të kanë akuzut, ja kanë pas baza, po? Përshë na po të shumë që fort buri mirë këka. Andaj ne komenta ondrat, Allah i lamë. Ata ku e kanë ditë që Jusufi komentën ondra? Mi po e kanë po në ftyrë se që kjo është që është burë i mirë, apëton. Ama kjo është, parana ata kanë qenë në gjendjet mëkatit dhe të shirkut, apo, edhe e kanë po kështë burë i mirë. E paramendon në gjendjen e imanit edhe të besimit, na duhet drita e këtij imani me dalë në ftyrë veç, me dalë në sy për me pa të vërtetën, për me pa realitetin, për me njoft ato që po ndodh për neve. Për e ka në fi basari nuran, ka në wa an jemini nuran, edhe pe djathës wa an shimali nuran, djathës dhe majtës më bodrit. Qëka është kjo djathës dhe majtës më bodrit? Një për kuptimeve është shok që i kam për rreth, apo bëmi edhe ta me konë me dritë. Jo, unë e dritë ata në terë, s'bana, shok të djathë që ata që më rinë kësajt, ata që më rinë kësajt, ata anë jemini o anë shimali nuren, ose e ka kuptimin anë jemini o anë shimali nuren, djathas edhe majtës me bodrit, që ka cilna, djathas nëse shkaj, me konë me dritë, me konë me argument, me konë me fakte, mos më silë me hamendje, mos më silë me mjegulli, edhe majtës ka të shkaj me konë me dritë, gjithë mund t'jem qërësit plot, ka do që cilna djathas, cilna majtës, tjesë cilë e ime dhe orientim ka e qarta dhe ka e që sështë e mjegullume, absolutisht. Pastaj ka thonë, o min fauqi nuran, o min tahti nuran, apo edhe mbi mu bën nur, edhe me mu bën nur, do të më ndryshon nga të gjitha anët. Ka onë përshëndime që të ndash, ka thonë, o min amami nuran, para mejre të këdit, o min khalfi nuran, edhe mas pejë me pas drit. Qka është për para me pas drit? Për para me pas drit është që, o Zot, si kur që me ke pru me dit dhe i këtë ti, mundëso pa që dhejnë takim me ty që ka për para, këtë me pëndrit. Mos ma erësër rrugën në asë një situatë, në asë një stacion. O min amami nuran, krejt që ka kam për para në të dritë. Tjetëra, o min khalfi nuran, dhe këtë që ka të mas veti tjenë dritë për tjerë, mos devjen, mos të rësot kërkush me pushë e një që kënë informacion atër. Në veç ati familja, ato njëre mazvet në udhë dhe bila, apo, dhe me shërë mazvete, edhe njerët pasaj që kush e po njerët, sa të këqia ka mres i kalon në kush mazvete, së një njërë sot, e ka bo filon të i boru zbana dhe. Apo, anë e kalon ertë mazvete, që njerët nuk po kam mundësi me leju deportim e dritët për shkak se, një kush mazvete i kalon. Edhe një khalfi nuran, e ka një kuptim ka unë djetarët, që me lonë të rëshgimtar të uzuar në dritë Allah të zëgjetë. Në khalfi kush jetë mas të e familja jote, jetë mas të e familjore tu, fëmijët e tu. Ata të mbeten në dritë, sikur që ti ke qenë në dritë. Në khalfi, o ala lisani nuran,
i është përfitimi hakimit, o Zot edhe në gjuhën time mund të që të ketë dritë, të flasë hakun, të flasë të vërtetën, apo të flasë atë që duhet, e mos të afiki këtë ersirë me përgojim e me shpifje me akuzë e kështë më radhë, e se fikë dritë e hakut. Apo vallaj, çdo përgojim që dhe për gjuhës, e fikë nga një poqë të nurit, që e pengon nesër full e hakut e ma që duhet. Çdo bartje e fjallëve, i fikë do poqë e këto. Qëme, i fikë. E tash, një, e qovë se për shemë, i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Aisha radhiyallahu anha, para fjalën që ka thonë, për Safir innaha kasira. Aisha ka thonë për Safir, person se mu në me keqëri. Po kuptoj jo për më, po çe, Muhammed me bota. E ka qenë Safia pak e shkurt. Ka thonë, sa e shkurt me kjo Safia. Kaq. Ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e ka thonë një fjalë, një muzikë bimaj në bahar le afsedetu. Apo, me hu me gjuhë deti të sanamin e barat. I termita. Që për të si do. E turbullon këft e detit. Që fjallë me po mund si të ta. Me të kazu praktikisht. So keq ke pull, që pe kopëm që fjallë për gjuhë deti. Qka bërë? Termet, sanamin e barat. E turbullon me deti, me tuke, me këti turbullon. Ano ne fjallë, pa kur fort tendenca. Po po që ma bërë. Para me nuk kur përdojmë është tendencios pasaj. E atë fjallë përdo, kur të gjush në gjuhë. Sa bitet i fika Allah në rrë. Apo? E tani hakun me thonë. Hakun në këdërsirë. Apo? Hakun e dritë. Shnurë. Që nuk ka më të gjithë kush me thonë. Flet njerë që flasin kundër djetarë. Apo? Ata që i përbuzin dhe i nënqmojnë të gjallarët. Apo për të lërgun njerës për tyne. S'ka mundësi me po të gjësën e nurë të jetën. Pa mundshme, s'ka mundësi me po të nurë. Nëse e fikin këtë nurë me përgojime e ulemave. E fikin këtë nurë me shpifje dhe akuzën e ulemave. Nësë mundë me kur hak. Që se prejke në njerës ma dashën të Allah gjellë gjellë luhua. Unë së për individa këto e këto. Apo, po lasë në tërsi të një institucioni që i përmazon musliman e që ulemave. Ana e njëri që thëtë për shambull për ulemat që ka dëshmu umeti për sinqerin e tyre. Sikur se ka qenë ulemat që ka kaluar, po klasë për të vdekurit. Po të për të gjallë. Edhe të gjallë të në qëtë rrugë, që s'ka mundësi kjo me met një kodë caktuar pa ulema. Kur s'ka met, edhe kur nuk ka me met. Wallahi bilaj qatë ditë, kur kjo met, nuk ka ulema që u dheqin, prit në kiametin. Ka që qëtër bëhet kiameti, largohet dia, njerëz nuk din kam jamajt, qëtër largohet edhe mundësia me jetu me jetën e kësaj toke. Prandaj, ata që flasin keq për Sheh Ibn Bazën e Mullah, Sheh Albani, po i marrta këta simbole, këto ndriqimet e dritës në këtë jetë, që kanë ndriquar rrugën e muslimanëve në këtë shekull. Apo Sheh Uthaymin rahimullah, këta tre djej, këta një dielli i umetit për këtë kohë, që kanë ndriquar jetën e muslimanëve dhe kanë udhëzuar rizgjimin drejt rrugëve të sigurta. Ai që për ta flet keq, se kanë qenë, ku e diun çfarë kanë bërë kështu me radhë. Me ta zbon rahat. A kanë mundësi me udhëzu? Kur vallahi. A kanë mundësi me pas dritë në gjuhën e tyre? Nuk kanë mundësi, nga se është fikur fillimisht drita nga zemrat e tyre, e pastaj ka deportuar rësira dhe në gjuhët e tyre. Po, a ka qenë që shtu të edhe në herë? Po, këta janë pasarst e diku që ka qenë për para. Të atyre që patën guximin me i thonë edhe Muhamedit, sallallahu alaihi wasallam, bëhuj drejt, se që tu ka zu drejti. Kujna? Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, në më në qkavit, në më të hakut, haku i thua gjithë gut, edhe pejgamberit në ko flazëm, ftyrja thujme, edhe. Mashallah, qëfar haku. Mi thonë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të bë drejt, apo, edhe në më të kujna, edhe këtë delbur i guximshëm. Mi ka zu hakun Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E kur Omeri ka dasht, mi a këput krejt rrojnë të ersinëve, edhe mësë me pas më ersina për heq, apo ka dasht me rahatu mirë Omeri radiallahu ta'ala anu, i ka thonë Muhamedi s.a.s. nuk këputet kë ersin me këput në kokës ti, lera ata. Se me konë që këputet e këshumë këput këta, pas këputet kja, se kja është trashëgimi. Kanë me ardha tha që, kanë me lezu Koranin me gjuhët e tyne, po nuk është, apo në relacion e ndryqimit të zemrëve të tyre. Prandaj, o filisani në urën, të ketë në bëjgjuhën ti me dritë, aja dritë është kur njeriu
i largon pengesat që e sjellin errësinën. E pengesa që e sjellin errësinën në sy është shikimi në haram. E pengesa që e sjellin errësinën në vesh është ndëgjimi i gibetit dhe bartës fjalëve dhe i harameve edhe i muzikës e kështu me radhë. Pengesa që pengojnë të folë të hakut është keqpërdrimi i kësaj gjuhë në përbuzjen deri të ulemave, e të muslimanëve, të muslimaneve, kur të qoftë ata. Wallahi që përgojnë muslimant ka fik në mas të madhe dritën e gjuhës. Ai që bart fjalë, ai që shpif, që akuzon, ai që paragjykon me gjuhën e tij, apo padyshim se ka fik në mas të madhe dritën e gjuhës së tij, andaj e ka pamundsuar të folit e hakut përmes gjuhës së tij, nga se mungon drita. Dhe ka thonë fund pejgamberi o a'dhim li nuran, o Zot edhe ma rrit nurin. Edhe unë luta për to, po ti rrit ma edhe ma tepër nurin atë. Deri kur rritet ky nur? Deri në atë masa që Allahu xhallahu ala thot për ditën e gjykimit, nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Surën Tahrim në ajetin 8 Allahu xhallahu ala flet për besimtarët, thot nurum yas'a bayna aydihim. Para mëna dritën që kanë pas këtë botë, Allahu xhallahu ala u ka shndërruar në dritë të pashme me ditën e gjykimit apo. Që e shohin udhën e xhenetit. E duke ecën këtë tim thon atmim lana nurana. O Allah, na plotso këtë dritë, veç edhe pak sotim të gveni i dritës apo. Atmim lana nurana. Dhe gjithashtu Allahu xhallahu ala përmend se ditën e gjykimit, drita që kanë me pas besimtarët që u del nga gjuha, nga vesht, nga syt, madje dritë që u del nga vend të abdesit, këtë ku ka prek ujë i abdesit, yaumul qiyamah bën dritë. Ashtu që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këtë ku ka prek, këtë bën dritë, këtë shëndrit. Prandaj edhe në bazë saj Ebu Hurajra radhiyallahu ta'ala anhu që e ka transmetuar këtë hadith, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka më i njoft ummetin e tij ditën e gjykimit në bazë shkafit, jo me lezërtim, po ka më i njoft në bazë të kësaj drite. Se kanë me konë gurrën muhajgjelin. E shka është gurrën muhajgjelin? Gurrën, në gjuhën arabe, është përdoret për kalin, i cili do të e ka një ngjyrë caktuar, po e ka një shenjë të bardhë mballë me të njihet atë. Apo e kjo shenjë identifikuese që e zbukuron këtë kali, që kjo është ajo që është ajo drita që e dallon prej tjerëve apo. E Buhariu ka thonë se kush merr abdes, i shtohet kjo gurrëja, i shtohet ndriçimi, i shtohet identifikimi. Ka thonë pastaj e Buhariu, fa min istata minkum, kush ka mundsi për juve e një mund dhe figurët i fal, me shtyje dhe manalt pak, këtë ndryqime të cilët e banë. Kjo është mendimi e Buhariut, andaj i ka la dur dhe në krah ka e bërë Kur'an marrëdas, për me rrit dritën, me bod, ju vejtë këtu, për me bod dritë deri kanalt, apëton. Apo që sa ma tepër me ndryqu, yaumul qiyamah, apëton. E kanë me ndryqu besimtar nga gjithë thaon kanë me ndryqu, ndërsa munafikat kanë me mbet në terë, ata që falc kanë marrë abdes, falc kanë thonë njëna musliman, falc, apo në këtë dunja janë ndryqu me muslimant, me emnat e tyre, me nejet e tyre, me letë nëftimet e tyre, me deklaratet e tyre, janë ndryqu në këtë botë, janë trajtu si musliman, por jo me në keme ndahat, i sinqerti këtë munafiku. E munafika që ka thonë, unë dhuruna, në këtë bismi nurikum, këquni pak kahna, të marrë me pak disë me të më tërë Allah, këquni veç këshirni, të marrë me na pak dritë. S'ka më dritë, sot nuk ka më marrë dritë falsë. Andaj këtë dunja ka mund si falsë dikush më ngrit në emën dikujt, e më ngrit në emën diqkafit, e me falsë ka mund si. Po jo më në kjame, del shesh falsifikatori, edhe falsi ti, del shesh originaliteti. Prandaj, ka kërku pejgamberi sa osam që ta merë ditën originale nga kjo botë, që del nga e tërë qenja ti, madje e është përrëdh qenjës e ti dhe mbi qenjën e ti, nga të gjitha anët është ndriquar, me këtë dritë që do të ndriquat jo më lëkeme për shku dirë tek Allahu xhallahu ala. Dhe për funda që duhet të ndëruar është se burimi kej kësë ditë është imani në zemër. Sa ka këtu iman, fillon drita me dalë jashtë. Na nuk e shohim këtë nur, apo si nur, këna me po jo më lëkeme. Inshallah. Mirë po, a përjetojmë këtë nur? Po. Qysh përjetojt këtë nur? Qysh ndihet ky nur? Me
pengimin ndaj harameve. Sa ma është e fuqishme ndalesa ndaj harameve, dije se kjo është dikimi I nurit. Ku e dim këtë? Ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Hadithin që e transmeton Muslimi në Sahihun e tij. Buhariu dhe Muslimi të dytë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: La yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Nuk mund të jetë besimtar një njeri në kohën kur ai bën zina. La yazni az-zani. Nuk ndodh njëri me bëj zina e në që natë kohë me konë besimtar. Nuk ndodh njëri me pije alkohol e që natë kohë me konë besimtar. Nuk ndodh njëri ka thonë, gjithashtu në tasmin të tërë pejgamberin ka thonë, edhe nuk ndodh me e uzurpu dhe me marë pa drejtësisht pasurinë e dikujt e me konë besimtar. A I bjen kësaj që pinë alkohol e qafir? Ja, nuk I bjen kjo apëtën. Se imani është një iman I trajtimin këtë dunja, po besimtar, me rregullat e caktuara, dhe imanin kuptimin e dritës. E këtu ka mohu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur e mohon këtu imanin la yazni zani wa huwa mu'min, e ka mohu të qenë besimtar në kohën kur bën zina. Çfarë mohimi të imanit ka bërë? Jo të imanit kuptimin juridik, imani është kjo musliman, jo këtë kuptim, po kuptim të dritës. Nuk ka mundësi me pas dritë njëri, me ndriçu imani me bozino, e pamundshme është. Duhet me e fik imanin, apo për në mujtë rahat njëri me kësoj me rakës e ju dhaptan. Me fik dritë në imanit, me fik ndikimin e imanit. Kasi nuk ka mundësi njëri me pas iman, subhanallah, të ndezur, dhe me pas iman të ndriquar, edhe me e bozino. Kur së shke mundshme? Kur? E pa mundshme është. Nuk ka mundësi një njëri me pas të ndezur dritën e imanit e me pi alkohol. E pa mundshme është. Nuk ka mundësi njëri me pas të ndezur dritën e imanit e dikujt keq me I bo. Me keq përdor pas në dikujt. E pa mundshme është. E pa mundshme është. Nga se imanis në rahat, Allah, I djeg të gjitha. Djeg. E dënë me konë rahat, sa I bon zhurëm shumë. Ushton shumë s'len. E dënë me bo e fik zonin. E pastaj nuk një zhurëma. Nuk një zhurëma. Mirë po alarmi I ndezur. Po nuk mund është mësmonia. Nuk mund është rahat. E pa mundshme është. E kur të fik imanin, e fik, kanë e fik. Ti nuk e, për shembull, sikurse ato dyqanet ose objekte që I kanë, sistem alarmus. Apo, kur të fikë sistemi, nuk nënkupton çrrënjues e sistemit, ajo që ty është, po është deaktivizu. Me që deaktivizu, I ka shifra caktuar, tap e prek, e deaktivizon. Edhe këtu njerëz po kanë shifra caktuar me teuil caktuar, apo po e deaktivizojnë imanin. Edhe tani pja bujnë halal vite do punë ato. Pse? Pse ka deaktivizu. Por pejgamberi sallallahu alajhi wasallam I ka thonë këtyre njerëzve, kur e ka pyetur ja Rasulullah, "Mal ithm, çka o gjunahi?" Ka mundë me pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që Allah e ka ndaluar dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Çka gjunahi?" Kjo është e dirë, kjo është kuptimi juridik. E ka pyet për te asaj kur s'di çka o gjunahi. Sa ata a ka pyet shkëniri pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Mal ithm, çka o mëkatin kuptim zinas?" E ka ditë këtë punë Allah. Po kur nuk di a o gjina o gjina, kur nuk e di a kam për Allah se kam për Allah, a e kam me drejtësia pa desi, që tu nuk për di, ka thonë pejgamberi sasëm, el ithmu ma hake fi sadrika wa karihte en jettali'a alejhin nas. Muhammed zëm ka thonë, a dhe me të gëllë që a gjinohi, dhe qka që atë krunë që të në gjëkë, s'lera hata, edhe s'ki qef tjertë me ditë, s'ki qef më po, e fik dritën, s'ki qef dikush me ditë, ja ke gjithë një arsye vetës tone, që ja ke qelë udhën haramit, s'ki qef më bëma me kërkan këtë punë, as me qelë kërkun heq, që është duhet, edhe vazhdojnë më tutje me shkjerën e haramit, që kjo ndodhë kur të fike drita, veç, drita e ndezën, qartë e në senet, nuk ka kushet pa qartë, janë qarta këtë senet, ama duhet me konë drita e ndezër. Prandaj ky nur na duhet ndëruar për të na pengu për gjinohet, për mëkate, për të na treguar shiqare se ti e din se kjo është haram vallahi. E din shumë mirë që kjo s'bën. E din. Ani ti bush mja pru 100 argumente, fakte, ajo të çka është, por për me ecë që kjo punë drejt halalit duhet me shkrim dritën. Ama drita e ndezur nuk ecë valla. A shiqare po duket që është, do për mejdani u dal që është keq. E kur të fik dritën tani, po,
del edhe sevap edhe vajgjib në shta, Allahu na fal. Për këtë arsye, na duhet drita vëllëndruar, ndikimi i emrit të Allahut e nur tek ne është që ta përdorim këtë dritë për gjëllimin e zemrave. Ta përdorim këtë dritë gjithashtu për të pasur vërtetën, për ta folur vërtetën, për ta ndëgjuar vërtetën, por gjithashtu për ta përdorur këtë dritë që na vjen nga emri i Allahut e nur, për çfarë arsye? Për të vendosur pengesa mes neve dhe mes harameve. Ato perde vëllai nderuar që po pengojnë depërtimin e ditës së Allahut në zemrën tënde, hjeki apo edhe përdori si pengesa mes teje mes harameve. Që drita Allahut marr lirshëm, ndërsa mëkat me kon të penguara me pendën e perdeve të ndryshme, të cilat kanë qenë të vendosura në vend gabim. Në qoftë se kufri është pengesë me drita, merre këtë kufër apo ktheje në iman që te këto pengesë. Vjen drita, pengohet gjunohi. Në qoftë se bidati është pengesë me depërtu, drita Allah xhallahu ala, largoja këtë bidat, shndrojen sunet ka, sunetin bën e pengesë me depërtu gjunohi edhe punë të tjera të këqija, do sa lireja rrugën rrezëve të sunetit pejgamberit e kështu me radhë. Andaj këtu janë disa ndikime që na vijnë nga emri e nur dhe ne për fund e bëjmë duan që ka bërë dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që Allahu xhallahu ala të na ndriçon zemrat tona me dritën prej tij. Edhe syt tonë dhe vesh tonë, edhe Allahu xhallahu ala të na ndriçon të kaluarën tonë dhe të ardhmen tonë, djathtas dhe majtas, edhe të na e plotson këtë dritë deri në takimin me të. Allahu na mëson që na jap mundësi ta shohim fytyrën e tij, duke na jap aftësi dhe mundësi që ti përballojmë asaj drite e cila po shfaqen këtë botë do të diçtë çdo gjë para vetit. Allah ju shpërblet me kaq për dhofon sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.